Përshëndetje, sot do ju tregoj një punim tjetër, është një bazë rrethore me pikë doppio. Unë gjithmonë kam pasur të vështirë ta bëj, ka shumë mënyra që unë e bëj, por kam zgjedhur vetëm njërën. Gjithmonë me fije makrame, si herën e parë, gjithmonë numrin 4. Është një nga fije, si në videon e parë. Vetëm se grepi do të zjellë një numër 4, jo 3. Se do dalë shumë bukur. Nuk duket mirë, por është numër 4. Dhe nisim nga puna. Do ta filloj me një rreth magjik. Ky quhet një rreth magjik, ku do të punojmë brenda tij. Pra, kapim grepin, atëherë bëjmë një rreth me 3 gishta. Kapim gishtin e vogël. Në fijen e parë e kalojmë poshtë grepin dhe në fijen e dytë kapim fije me grep dhe do të punojmë një pikë të ulët me shumë kujdes mos ta ikë fija. Është pak e vështirë, është shumë e thjeshtë, po të dini ta bëni hapasapi. Kjo bën një pikë e ulët. Ky është rrethi magjik, rrethi i famshëm magjik. Të bëjmë përsëri një pikë të ulët, e fusim grepin poshtë brenda në rrethin magjik, kapim fijen dhe bëjmë përsëri një pikë të ulët. Do ta ngrejmë me një zinxhir tek. Atëherë do punojmë edhe një zinxhir tjetër, një hallk. Dhe kjo quhet pika e parë doppio. Kapim grepin, fijen, fusim grepin poshtë të rrethit. Kemi 3 fije në rreth, në grep, më falni. Mbajmë mirë punën që mos na iki. Kapim fijen përsëri, fusim 2 fije dhe pastaj kapim përsëri fijen dhe nxjerrim 2 fijet e tjera dhe ja ku bën 2 pika të doppio, 2 pika të larta. Gjithsej do të bëjmë rreth 12 pika doppio, fillojmë me të tretën. Kemi 3 fije në grep, kapim fijen përsëri, e kapim fijen, nxjerrim 2, kapim 2 fije. Do të vazhdojmë kështu derisa të bëjmë rreth 12 pika doppio. Ja pra, ku kemi edhe 12 pikat doppio. Tani duhet të mbyllim rrethin. Tërhiqim në atë fijen që kishim tërkohës duke punuar, e tërhiqim fort. Dhe do të formohet një rreth. Dhe tani do bëjmë mbylljen e rreshtit duke u kapur në thyesën e dytë. Në mes të thyesës së dytë do të bëjmë një pikë të tërhequr, slip stitch. Dhe ja ku mbaroi rreshti i parë. Dhe do të nis me rreshtin e dytë. Në të njëjtën vend
bëjmë një pikë të ullët, ta ngrem me një tjetër halk thyes për të formuar pikë. Dhe në të njëjtin vend do të fusim grepin në të njëjtën thyes dhe të bëjmë një pikë tjetër doppio, pra 2 në 1. Hedhim grepin në thyesën tjetër dhe të bëjmë përsëri 2, në thyesën tjetër përsëri 2. Pra në çdo thyes të rishtit të mëparshëm do të punojmë nga 2 në të njëjtin vend. Pra kemi 12 pika doppio dhe në çdo pikë doppio do të punojmë nga 2 pika doppio. Pra në total do të dalin 24 pika doppio. 1, 2, 4 në 2. Okay. Dhe vazhdojmë kështu deri në fund të rreshtit, në fund të rrethit. Pra jemi në fund të rreshtit të dytë. Do të bëjmë mbylljen. 1, 2. Okay. Pra si son do të jenë 24. Bëjmë mbylljen. Të punojmë dhe pikën e fundit. Ok, tani bëjmë mbylljen. Duke u kapur në pikën e parë. Të dyja thysat të tërhiqim dhe bëjmë mbylljen me një pikë të ullët. Shtojmë me një thyes dhe tani do të bëjmë një sekuencë tjetër. Pra do të kemi në thyesën e parë do të bëjmë 2, në thyesën e dytë 1, në thyesën e tretë 2, pastaj 1. Më thënë do të jetë 2, 1, 2, 1 në të gjithë rreshtin. Atë në të njëjtin vend do të bëjmë 2 edhe një tjetër pra. Edhe bëjmë 2. Dhe pastaj në thyesën tjetër do të punojmë 1. Vetëm një pikë doppio. Në thyesën tjetër 2. Edhe në thyesën tjetër 1, vetëm një pikë doppio. Pra 2, 1, 2, 1 deri në fund. Kjo pra është, si që shikoni kam nisur me 2 në një thyes, pastaj në thyesën tjetër 1, thyesën tjetër 2, 1, 2 dhe kështu me radhë deri në fund të rreshtit.
Ja ku jemi afër fundit të rrjeshtit të tretë. Që kam dhe një mos kemi bërë një gabim. Mos kemi harruar ndonjë. Unë shpesh e harroj, akoma se kam mësuar mirë. Bëj një herë dy, pastaj ose bëj shumë teke pa i numëruar fare. Po gjithsesi edhe kështu del perfekte. Mjafton pak fokusim. Herës tjetër do bëj një voice over me një zë pak më të lartë, që të dëgjohem mirë. Për çdo pyetje që mund të keni, për çdo paqartësi mund të më shkruani në koment. Atëherë, jemi në mbyllje, do të kapim një slip stitch dhe do të punojmë një thyes. Në të njëjtin vend do të bëjmë një thyes tjetër, një pikë të ulët. Do të bëjmë një pikë të ulët në çdo thyes të rreshtit të fundit, pa ky është rreshti i fundit i rrethit. Dhe kemi mbaruar rreshtin e fundit. Pra ky do të jetë edhe rreshti i fundit, të bëjmë mbylljen. E shtimeve, nëse doni të bëni më të madh, rreshti tjetër duhet të jetë 2. Pika e parë duhet të jetë doppio dhe të tjerat teke. Mund të ndroni fije. Pika tjetër doppio, do të thënë shtim, do bëj një video ku të bëj një shtim, 2 teke, 2 dhe 2 teke. 1 2 teke. Pastaj tjetër do të jetë një shtim dhe 3 teke. Shtim 3 teke, shtim 3 teke. Domethënë në çdo rresht do të kemi nga 1 teke më shumë. Domethënë kjo është 2 1 2 1. Tjetër do të jetë 2 1 1 2. Tërhiqim 2 1 1 2. Tjetër më lart, rreshti tjetër do të jetë 2 1 1 1 2. Me thënë shtim, e nxjerrim. Prap 2 një grep më të holl, një shtim, një grep 2 ose 2. Se do të bëjmë më të madhe, tani mbyllim dhe me nxjerrjen e fundit dhe tani do të bëjmë një pikë ulët nga brenda në çdo do të futemi tek një vend të një thyesën e parë. Dhe ta mbyllim kështu të gjithë rrjeshtin në mes një pikë të ulët në çdo thyes. Do të kapim fjen të kyçim. Më të fortë se punim. Edhe më të bukur sigurisht. Që të bëhet një mbyllje në çdo pikë dyshe, doppio, do të bëjmë një pikë të ulët dhe pejon që na mbetet në çdo vend, në çdo thyes. E fshehim nga mbrapa duke futur nëpër thyes. Më pas do ta presim me gëshorë dhe do ta digim një çakmak që mos t'i dali fija, mos i tërhiqet. Ose më fshehim nëpër thyesën që mos të dalë. E japim një cikletë. Ja pra kjo është edhe fundi. Ja pra ky ishte fundi i videos të bazës së rekord, të cilat mund të përdorni në këtë masi për në mbajtje si finxhan çaji ose finxhan kafeje. Mund të përdoret si bazë çantash, nëse bëhet më e madhe, nuk e di, bëhet si pjatash, për çdo gjë. Mund të bëni tapetin nëse bëhet edhe më e madhe, për gjithë. Nëse ju pëlqeu video, bëni like dhe subscribe dhe shihemi në videon tjetër. Mirupafshim.
Ja pra, kjo është edhe rrethi, baza rrethore. Ju falenderoj që më pat. Do të shihemi bashkë herës tjetër. Mirupafshim.